Okay. Kemi edhe dy gjiro, dy ndeshje të rëndësishme, për të cilët ne po vazhdojmë pregaditjet. Dhe pasi të përfundon kampionati, ne pastaj do t'i bëjmë analizat dhe të shohim sa kemi qenë suksesshëm. Jemi të kënaqur me arritjen e synimit se Malisheva do t'jetë ka siguru pjesëmarrjen në Evropë dhe për cilën gjathash janë më të meritum futbollistët, të gjithë janë të meritum. Dhe pasi të përfundojnë këta dy gjiro, do të shohim sa kemi qenë suksesshëm sepse dy gjiro matematikisht kemi mundësi me lëvizje edhe për një pozitë më lart apo mbesim këtu ku jemi. Dhe këto janë synimet tona, pasi të analizojmë kampionatin mund të themi sa kemi qenë suksesshëm. Nuk mendoj se na do t'i shkaktojmë dikujt humbje të ndihmshme. Na do të luajmë një ndeshje si çdo ndeshje tjetër që kemi zhvillu. Në çdo ndeshje kemi hyrë për fitore. Në çdo ndeshje kemi dhënë maksimumin dhe kjo ndeshje me Llapin nuk ndryshon asgjë prej ndeshjeve tjera. Do të jetë ndeshje ku do të mundohemi prapë me dhënë të gjithë maksimumin dhe kush në cilin pozitë është neve as pak nuk merrem, as unë nuk merrem. E jonja është me dhënë maksimumin për ekipin që përfaqësojmë, për qytetin që përfaqësojmë, për ngjyrnat që përfaqësojmë, dhe kjo është e tëra. Normal, si çdo ndeshje na shkojmë për fitore, si çdo lojë tjetër kemi dhënë maksimumin dhe besoj që kemi kualitet dhe do dalim me fitore prej ato. Qysh do të shkojmë, po punojmë çdo ditë që në fund jemi në vendin e dytë, që jemi nën kampion, kështu që do të japim maksimumin secili për ne, çdo lojtar, edhe stafi na të bëj punën maksimum, që në fund të kena 3 pikë, që fund besoj që t'jemi nën kampion. Po, gjithsesi na kena me shku me luftu për fitore, veç për 3 pikë. E dina që e kena siguru vendin e tretë, po dëshirojna që me dalë në vend dytë. Edhe shkojna për maksimumin me apo të për fitore.